Burimi i ujit në Shkopet në vendin e quajtur Vablivion të pres qytetar nga shumë zona përreth. Në fundjavë ky burim uji mbushet plot me qytetar që vinë që nga Kurbini e deri nga zonat e Tiranës. Shkak sipas qytetarëve është cilësia e keqe e ujit që kanë nga rrjetet e ujit të pishëm në zonat ku jetojnë. Ata shprehen se janë të detyruar që të gjejnë burime natyrale alternative për të mbushur ujë që ta konsumojnë sepse uji i rrjetit nuk ka cilësi. Çdo të shtunë dhe të diel në burimin e ujit në Shkopet shkojnë me 10 qytetarë biznese që furnizohen me ujë për konsum të përditshëm. Ata thonë se ky ujë është cilësor, prandaj vinë. Nga Kanza, herë e dytë që në verë. Po pse do mos të ujë Kanzës? Ashtu i mirë, ashtu i mali, i pandotur, sipër spasin, shatra gjë. Ndo nëse ky burim ju shërben të gjithë atyre që e përdorin ujin për konsum, një problematik më vete mbeten ndotja e ambientit nga hedhja e bidonave plastik që dalin jashtë përdorimit.